një jetë në kino studio dhe ëndra vazhdon akoma. Në muajin shkurt, Donika Muçi festoi plot 50 vjet punë si regjizore e materialeve, numri i të cilave është vështirë të përcaktohet. Ka shumë fati ai i cili i ka ndihmuar regjizores Muçi në këtë rrugëtim të bukur të botës së kinemas. Si hyra unë në regji, ishte një moment që edhe prodhimi u shtua, por ama ishte edhe moment imediat që dikush duhesh të përgjigjesh. Unë isha formuluese muzike, shokët e mi, Viktor Gjika kishte mbaruar për operator në Bashkimin Sovjetik, dhe Mitran Agnosti po ashtu, Piro Milgjani kishte mbaruar në Prag. Ata që ishin të diplomuar, me të vërtet që kishin diplom për regji, ishin vetëm 3 persona. 3 janë të diplomuar. Ne të tjerët u diplomuam këtu, mësuam këtu, në këtë shkollë, në Kino Studio. Janë 2 gjëra, është pasioni 1, është talenti 2, unë po e vë të dytin talentin, është edhe vullneti. Ne, ashtu si sta Bujari, e gdhinim, jo një herë, po disa herë ne iknim dhe me këmbë, po disa herë ne verinim dhe nga 28 orë në Kino Studio, po kur fillonin vizitat e delegacioneve që vinin, shkonin, ktheheshin, o zote, një maje, ku di unë do me thënë gjitha këto, neve gdhinim këtu dhe flinim në për divanet e zyrave të studios, shkonim në shtëpi sa për kur thonë të ndruar dhe ktheheshim prap, ose zbrisnim në gjithë si qishim, na merrnin makinë, shkonim ishte një kafe Krimea, hanim nga një petull, pinim nga një kafe dhe ktheheshim punë prap. Edhe pse gjërat tashmë kanë ndryshuar, asgjë nuk vazhdon të jetë si më parë në botën e filmit shqiptar. Kino Studio, por regjizoren Muçi, vazhdon të jetë shtëpia e saj e dytë, vendi ku ajo kalon pothuajse pjesën më të madhe të kohës. Regjizoria na premton se nuk do të heqë dorë asnjëherë nga krijimtaria. Arti nuk njeh moshë dhe regjizoria e madhe Donika Muçi do vazhdojë të bëjë realitet shumë e shumë ëndra të tjera.